Një nxënës nga Kosova ka shkëlqyer në garat shkencore dhe të matematikës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për Nil Kelmendin, nxënës i klasës së tretë. Voglushi u renditi pari në kategorinë Best of the Best në matematikë dhe i treti në kategorinë Best of the Best në shkencë në garën prestigjioze Neo Science Olympiad, e cila u mbajt nga 10 deri më 15 janar në Orlando të SBA-ve. Nili nuk shkëlqeu vetëm në fazën finale, por tregoi konsistencë dhe nivel të lartë përgatitjeje gjatë gjithë procesit të garës. Talenti nga Kosova u renditi pari në të gjitha fazat para kualifikuese online, duke konkuruar me nxënës nga vende të ndryshme të botës dhe duke dëshmuar përkushtim, disiplinë dhe talent të veçantë në fushat e matematikës dhe shkencës. Suksesi i Nil Kelmendit është një dëshmi e qartë se talenti, puna e vazhdueshme dhe mbështetja e duhur mund të sjellin rezultate të mëdha dhe në moshë të re. Ky rezultat nuk është vetëm një arritje personale për Nilin dhe familjen e tij, por edhe një krenari për Kosovën, duke treguar potencialin e jashtëzakonshëm që kanë nxënësit tanë në skenën ndërkombëtare. Pjesëmarrja e fëmijëve nga Kosova në këtë garë u organizua në përkujdesjen e Kosova Global Talent Center, i cili po luan një rol të rëndësishëm në identifikimin, zhvillimin dhe përkrajjen e talenteve të reja në fusha akademike dhe shkencore. Ky sukses shërben si frymëzim për nxënësit e tjerë dhe si motivim për të investuar edhe më shumë në edukim, dije dhe zhvillimin e talenteve të rinj.